divorcit në shoqërinë shqiptare, po jo vetëm në shoqërinë shqiptare, është fakti që lidhja midis çiftit ka filluar të bëhet një lidhje rivaliteti, në një farë mënyrë marrëdhëniet bëhen egocentriste dhe në një farë mungesa e durimit, mungesa e aftësisë për të hapur rrugën njëri tjetrit. Martesa është një marrëdhënie me tjetrin, dhe të lidhesh e të mbash një marrëdhënie me tjetrin do të thotë që duhet të kordoni fort emocional për ta mbajtur atë. Çdo lloj martese që bëhet me mendje lehtësi, që bëhet në tundimin e seksualitetit, sepse duhet ta them të gjë që një pjesë e madhe e divorcave që po ndodhin në shoqërinë shqiptare janë se këto martesa bëhen në mënyrë të parakohshme, marrin vendime të shpejta, shpeshherë akoma kemi djem dhe vajza që e konsiderojnë martesën një parajt të seksualitetit, nuk është martesa institucion i seksualitetit, po seksualiteti është një komponent jashtëzakonisht i rëndësishëm i martesës. Dhe unë jam partizan i tezës që ne duhet ta vlerësojmë që edhe ky është element i qëndrueshëm. Po kam përshtypjen që nuk është i vetmi. E para, e dyta, kjo ideja e lirisë brenda martesës, her pas here duket që kjo marrëdhënia në çift nuk konsiderohet si lidhje e fortë ekzistenciale, sepse të dy palët janë në rivalitet. Secili shikon në një farë mënyrë interesat e veta, karrierën, suksesin individual, dhe kjo tentativë, ky lloj emancipimi i brendshëm i martesës, dhe kjo liri e brendshme e martesës, her pas sjell rivalitet, sjell konkurrencë, nganjëherë sjell dhe xhelozi. Dhe siç e dini, në një farë mënyrë permisi shqiptar, progresi i femrës, lufta e saj për emancipim, për karrierë, për sukses, apo për forma të tjera të afrimimit të mjaftueshëm të saj, është shoqëruar natyrisht edhe me sjelljen e këtyre kontradiktave dhe divorcave. Po ka dhe një arsye tjetër që përveç këtyre që kanë të bëjnë emocionale, është që një pjesë e martesave po shkatërrohen për shkak të disa elementeve toksik që kanë hyrë në familjen shqiptare. Përveç kësaj të mendje lehtësisë, të lidhjes së parakohshme, të konsiderimit të martesës në institucionin e seksualitetit, të cilat janë pa diskutim, por janë dhe përdorimi i gjërave blende psikotrope, përdorimi i alkoolit, i drograve, dhuna, dhe të tjerë elemente të cilat e kanë bërë të institucion që të jetë gjithë një dhe më shumë i paqëndrueshëm. Profesor, faleminderit shumë. Mund të qëndroni akoma në lind, po më intereson Roni çfarë po mendon. Profesor, të dëgjova më mendimi yt. Po, vetëm thjesht dua një ndërhyrje. Ju thatë pak më parë që një dashuri e humbur nuk ka gjasa të rikthehet, është e pamundur. Ju konstatuat që është e pamundur. Pse konstatoni me ngulm, vetëm një gjë. Pse konstatoni me ngulm që është e pamundur? Kjo më intereson. Jo, shiko, unë nuk them se është e pamundur, përkundrazi, unë kam ngritur dhe në librat që kam botuar, po dhe në emisione televizive që shoqëria shqiptare, nga që divorcet i bën të dhunshme dhe anatemimi reciprok është shumë toksik, nga njëri bëjmë me bolori, kemi fare të shumë të rrallë ribashkimin martesor. Ribashkimi martesor, sipas fiktimit tim, që është i pranishëm në vendet evropiane, ka të bëjmë me një divorc që mund të jetë bërë për mendje lehtësi, mund të jetë bërë për pesë pa respekt që themi ne në Shqipëri, dhe natyrisht çifti që ndahet mund të bëjë një lloj autodafeje, të kuptoj defektet, të kuptoj kotësinë e një ngjarje të tillë. Ribashkimet në Europë janë jashtëzakonisht të qëndrueshme. Domethënë, në një farë mënyrë, pas një lloj divorci, ne në shoqërinë shqiptare, unë nuk e di, po i kemi shumë të rralla këto ribashkime martesore. Pra ne kemi irreversibël divorcin, e kemi përfundimtar të pakthyeshëm, dhe ky më duket mua që është një defekt kulturor i shoqërisë shqiptare. Ron, përgjigj më pyetjen që ja bëra edhe profesorit, po më intereson